Dhe ja ku jemi bashkë dashur me që paralajmërova që sot emisionin Familja Jonë do t'ja dedikojmë të vegjelve tonë. Me që është një qershori dita e fëmijëve, unë gjithmonë e tham që fëmijët na japin një dashni të madhe, një energji pozitive dhe një besim të madh që vendin e kemi në duart sigurta, sepse kemi fëmijë kaq të talentuar, kaq të dashur, kaq luftëtar për ëndrat e tyre, kur më shumë s'kemi pas fëmijë të cilët në një moshë të hershme e dinë çka duan dhe luftojnë shumë për ato çka duan. E fati më i mirë në këtë mes janë prindrit, ata që meritojnë çdo duartrokitje e çdo falënderim që i përkrahin fëmijët e tyre. Luftojnë me forcat e veta, ndoshta me vështirësi, qofshin financare, qofshin të kohës për shkak të dinamizmit, po nuk dorëzohen dhe janë mbrapa fëmijëve të tyre për t'i mbështetur e për të qenë mbrapa ëndrave tyne. Njëjtë i kemi edhe krejt fëmijët dhe prindrit nga Peja që sot kanë ardhur me autobus në Kanal 10. Janë fëmijët e kursit të vallëzimit Dance with Tringa të mësueses Tringa Shala. Një kurs i cili funksionon në Pejë dhe në Istok që 5 vite, por 5 vite ndoshta tingëllon një numër i vogël, por kanë korë suksese të mëdha. Si në vend, ashtu dhe jashtë vendit. Do ta kemi një intervistë të shkurt me disa prej vajzave të grupit, sepse grupi është shumë i madh dhe grupet e vallëzimit janë të ndryshme, por mësuesja Tringa sot ka vendosur që për Familja Jonë dhe për një qershorin t'i ndajë 3 pika të vallëzimit në 3 zhandre të ndryshme. Të trija do të kemi mundësi t'i ndjekim. Sot në emisionin Familja Jonë, por fillimisht do doja t'ju prezentoj me 4 prej vajzave që përfaqësojnë grupin e krejt vajzave që do t'i shihni edhe në pikat e vallëzimit. Është Isila Hasaj, Tara Gjikokaj, Erda Gjevukaj dhe Arisa Selimaj që janë në studio me mua. Mirë se erdhët vajza. Faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi Isila, faleminderit ju që keni ardhur, faleminderit shumë vajza. Me ardhur prej Pejës në Prishtinë për një performancë edhe për me prezentu kursin e juaj, nështë asu ka shumë e latshme, Isila? Në fakt, për me arrit dikon, do me thonë asë një gjë nuk është e latshme për neve, sepse kur e ke një dëshirë, do me thonë në çdo pikë të arrin atë dëshirë, me mundesa dhe jo mundesa. Bravo, pajtohem plotësisht, Isila. A pajtohesh Tara dhe ti? Shumë e vërtet, në jetë duhet të sfidosh veten dhe mos të zgjatësh rrugën më të lehtë. Bravo, Erda? Po, unë mendoj si këto dyat. Edhe ti pajtohesh, Erda. Dhe kemi më të madhe në grupit që është prej fillimit në kursin e mësueses Tringa, është Arisa që prej ditës kur është hap kursi edhe Arisa është pjesë e vallëzimit. Po, kemi pas shumë sfida, nuk ka qenë rruga e lehtë. Kemi shku dhe kemi vizitu shumë vende, kemi marrë dhe çmime të përfaqësu Kosovën, si shtet grupian. Kemi qenë shumë vende, po edhe kemi shëtit, po edhe kena bo gara. Pasaj nuk ka qenë shumë e zërshme, se deri tash edhe jena mësu, edhe nuk është që na duket shumë e vështirë. Arisa, ti je tash 15 vjeç, i bjen që me në moshën 10 vjeçare ke fillu kursin. Po. A ke bë vallëzim edhe para moshës 10 vjeçare? Po, kam vallëzu. Gjithmonë e ke dashur vallëzimin? Gjithmonë. A e ke kështu ëndër për me u bë vallëtare në të ardhmen? Po, pse jo? Pse jo? E ke në ambicjet tua? Po. Dhe je pjesë e grupit sepse jeni me zhandra ato, apo bën pjesë në të gjitha grupet? E kena me mosha. A me mosha? E kena grupet e dame, po. Okej, ti je te grupi të mëdhajave. Po. Ndërsa Isila je 10 vjeçare, po? Po, që sa je në kurs? Unë jam në fakt se 5 vjetë. Edhe ti? 5 vjetë, do me thonë prej moshës 5 vjeçare në kom fillu ëndrën teme, do me thonë edhe unë bëj pjesë në grupin e mëdha të Dance with Tringa. Edhe ti. Tara? Unë jam balet të Dance with Tringa që 6 vjetë, kom fillu për moshës 5 vjeçare, po jo nga fillimi. Okej, Erda? Unë jam balet që 3 vjetë, edhe A po të pëlqen baleti? Po, shumë. A ke shku kështu veç me provu një herë, për një me të ka pëlqy gjithë kur e ka? Ka pëlqy, nuk u ka mami që të ka thonë, hajde me shku në balet? Jo, vetë. Në vetë ke dashtë. Isila, e ke dashtë i vetë baletin? Në fakt, unë e baletin e kom dashur shprej se jom rritë, jom linë, në fakt. Po, do me thonë familja, në fakt më ka motivu ma shumë për me vazhdu ëndrën teme, po në fakt, kur ti e dënë që atë ëndër nuk ka kërkush fakt
në nevoj me të motivu, do është me motivu veten për me arritë ëndrrën tune. Bravo. Tara, ke dash vallëzimin gjithmonë? Unë e kom dash vallëzimin që prej një moshe shumë të vogël, edhe mami kur e ka zbulu baletin Dance with Ringa, më ka thonë një herë më shti, edhe pasi e kom provu, e kom zbulu se është dëshira ime e vërtetë vallë. Dhe para se të fillonim xhirimin më the që baleti është ajo që ti flet mas mirë ti, është gjuha jote ma e mirë, sepse e ndjen, e përjeton, kështu më the para se të fillonim xhirimin. Dhe kështu e ndjen ti, e përjeton vallëzimin. Ndërkohë që Arisa është rrit tash 15 vjeçare dhe u rrit me hapat e vallëzimit. Unë po besoj që Arisa tash je shumë afër edhe për zgjedhjes së profesionit tënd. A e ke në ato agjenda tua edhe diçka tjetër apo thjesht vallëzimi është? Po, e kam edhe në opsione dhe baletin. Unë me balet kom fillu prej që e vogël, jam kon edhe në grupet tjera, kur e kom pas që është Hop Dance with Ringa, e kom pas një mundësi shumë të mirë, por me vazhdu. Dhe jam kon vjetë më të mirë atje të stem, kom kalu momentet më të bukra me këtë grup, kujtimet më të bukra krejt. Isila, mund është me tregu ku ke qenë gara, se e di që keni marrë pjesë në shumë vende. Do me thonë, unë në gara kam marrë pjesë në Itali, në Francë dhe në Barcelonë. Do me thonë, Barcelona ka qenë vetëm një festival, Franca ka qenë me çmime, kemi fituar vendin e tretë, dhe Italia ka qenë me çmime, kemi fituar vendin e dytë dhe tretë. Okej. Në këto udhëtime kanë qenë edhe prind me ty, apo ti shkoni me mësuese? Në Itali kam qenë pa prind, do me thonë, dhe në këto dy vende, Barcelonë dhe Francë, kam qenë me vëllaun dhe nënën. Qështu ka du kultimi jashtë vendit, a u konë kulturë tjetër vend? Do me thonë, u konë shumë kulturë tjetër se na, do me thonë ka pas shumë monumente, ma të mira, histori e tjerë. A i konë ma shumë emocionune që je jashtë vendit, që je të prezentu Pejen dhe Kosovën, jashtë Kosovës? Në fakt me prezentu vendin të në shumë një emocion i madhë, do me thonë normalisht se kom pa të emocione, po më ka mungu edhe pak vendin jam, po... Ja ke dalë. Tara, ke marrë pjesë të jashtë Kosovës apo ende jo? Po, unë ku marrë pjesë në dy vende, ku marrë pjesë në Itali edhe në Francë. Edhe në Francë. Që konë eksperienca me dalë jashtë Kosovës? Eksperienca është shumë motivuse për me ditë nëse din që jetu e përfaqësu në vendin tënë, me vallëzu, edhe ka qenë, si po thotë edhe Isila, një kulturë shumë e ndryshme, edhe aty më ka marrë malli pak për kulturën tënë. A ke bosh shoqe prej shteteve tjera, sa aty ka pas edhe vende tjera? Jo. S'keni kriju kontakte, po Isila? Dhe me thonë, na kërë na konë Barcelonë, ju konë kines, ju konë shumë dashëm edhe dhe me thonë i kena njoftu edhe... Keni ndru kontakte? Po, kena ndru kontakte. A shkruhesh me ta, po më banë kontakt? Jo. A jo s'ke folë ma? A ke qenë ti ndonjë pjesë jashtë Kosovës, ndonjë garë? Po, unë vetëm në Francë kom qenë dhe aty u konë shumë bukur dhe më kanë pëlqy krejt sendet që kanë pas aty. Edhe ti si një franceze po dokesh, si një franceze sa ato janë shumë elegante. A të ka pëlqy Franca? Shumë ka pëlqy. Çka të ka pëlqy shumë Francë? Më ka pëlqy kulla. Okej, a i feret? Po. Okej, a i në gjithë atje lartë? Apo s'ju ka lom susja? Jo, s'ju ka lom. A ku shkesh me prind ki me shku edhe atje? Me siguri ti ke marrë pjesë në krejt garat që ka qenë Dance with Ringa. Në 4 vendet jashtë shtetit, në fillim jemi konë në Turki, jemi konë Marmaris, ajo konë vetëm festival ku i kena pas rastin edhe më njoftu me shtetet tjera, edhe normal kena bo shoqëni me ta, i kena mësu kulturat të shteteve tjera jo veç të Kosovës. Kena marrë një huri për shtetet e tëre se kudo që të shkojmë ka shumë shtetet e tjera, kulturat ndryshme, tradicionet ndryshme. Pastaj kemi qenë në Paris, në Itali dhe në Barcelonë. Në disa vende ka qenë vetëm festival, në disa vende edhe kemi bugara. Me përfaqësu Kosovën është një nder shumë i madh. Normal kena pas edhe emocione dhe jena ndi krenare që kena rastin grupi janë, me shkojnë përfaqësu Kosovën me shumë shtetet tjera. Po, me siguri keni përfaqësu me pikat që janë ma tradicionale dhe populore të Kosovës? Po, kemi pas edhe moderne, edhe tradicionale, varësisht për festivalit. Aha, okej. Po, ma shumë edhe tradicionale, për edhe njerëz shtetet e tjera me njoft traditën e Kosovës. Në këto garat, Arisa, që keni marrë pjesë, me cilat pika e keni përfaqësu Kosovën? A mban mend? Po, zakonisht e kemi një tradicionale apo një valle. Po. Mbaret edhe për festivalit, nëse është folklorik. Pra na nevojitet vetëm tradicionale, por kemi pas rastin edhe me ato moderne.
Po, në ndërkohë, a ma përshkruan pak Arisa ti edhe ma e madhe, atë ndjenjen dalurit jashtë vendit, sepse përveç që është emocion larg familjes, me taku njerëz tri, një ambient tri, s'ken tjetër, edhe qaja përgjithësia mbisu për që jetë e përfacu vendin tënë, kur ki garë, lufta për me nxo vendin e parë, që shë përjeton që ato? Më pak faleminderimi ma i madh i shkon Tringes, se gjithmonë kanë qenë si një prind i dytë për neve, edhe ku nuk e kena pas nevojën për me ndi mungesën e prindërve. Sari na ku ne kena ditë që jena sigurt, ndurët sigurta, edhe kemi fillu për moshës pak ma të madhe, se na shkon vetëm grupi madh. Nuk është që kena pas shumë problem jashtë vendit, normal ka qenë përgjithësi e madhe, jo të përfasu shtetin tënd, po ja kena dalë gjithë mendime njëna tjetrës. Bravo. Tringes, stafit, krejt, të nësët Tringes. Gjithmonë na kanë ndajt ofër për krejt. Po, Isila, se doshte me thonë diçka? A së doshte me thonë diçka? A keni gara tash shumë shpejt me shku dikun? S'keni naj plan hala? Surpriz. A, surpriz! To zemrën. Nuk keni, do më tha, kërkush të dini, kërkush doni me tregu që a keni gara. Surpriz, pelajmë. A keni me mftu? A ban marrë me juve une? Unë s'di me valzu, po moj me ju do artrokit. A ban? Në vend prenderve. Në vend prindërve. Okej, dikush mi prindve hek një dorë për udhëtim. Une e di që e doni ma shumë skenen kur valzoni se sa këto, e pa atë në vështirë edhe me vendos jo po hin, kjo jo po hin aja, se se cila për tyne dojnë shpirtin edhe fjallet ma të bukra i përzgjidhen me lëvizjet në skenë, me hapat, me valzimin e tyne. Unë jam shumë e ndërune që ju këm pas sot në studio, po para se me unda dhe me i pa pikte ju e të valzimit, jam shumë kureshtare me ditë që ki me u bo kër tritesh përveç valzimit. Mjeke... Do me thonë përveç valzimit, unë kom edhe shumë andra tjera. A shumë? Vendasi Sila. Do me thonë, unë kom oratorin shumë të madhe dhe ose gazetare ose avokate. A, pëtal që i ka rikën me njëherë. A dhe mu bo gazetare, se masi po je oratore, është taman profesionit orë. Po kisha dorë do me thonë me arritë edhe ne kom përveç Kosovës. A, bravo. A më fëton mu misafir, për shambull, ti kur bësh gazetare, me fëtu mu si një gazetare në penzion. Po. Qa ki që mu bo tara kur tritësh? Unë kom mendu për arkitekte se më lidhet pak me pasionet që i kam njetë, si për shumë matematika, vizatimi, edhe shpjet e kështë. Matematika është landa ma e zërshme dhe tara më thamë pëlqen gjanat e vështira, tha nuk më pëlqen gjanat e leta, dhe më lash shumë përshtypje kjo deklarat para se të fillon inxhirimin, edhe unë shpresoj që krejt ki me sfidu në të ardhmen vështirësit që dalin për para. Faleminderit. Irda? Unë kam dëshirë më bo dentiste, se shumë kom qef me kesh. O, zotë sa mirë. Edhe kur të bësh dentiste, ta manë mu që atëherë plak në më prishën, do më vinë dreqe. Ani? Inshallah ju, plak. Inshallah ju më plak s'kemi qare, pa o plak i Sila. Arisa? Unë kom qef arkitektur, po normal që kom edhe valzimi për një opcioneve të mija. Edhe kom qef ish me këshu me që shtetin tem sa ma nel, me përfaqësur sa ma shumë. Bravo, edhe me na bo shumë krenar, që shpo i banë prind, pësu Tringe dhe krejt neve. Ka një mesazh shkurt për bashkëmoshatarët e juj, i Sila po nisim me ty. Vazhdoj një ëndrën cilën me ndoni që keni me arrit. Edhe do me thonë, nuk është thonë, për shembull, me hinë një kurs, për shembull, kur nuk e ki ëndrën vish me thonë për boj diçka, do me thonë, kur hinte një kurs, do të me pat, do me thonë, shumë vëmendjen që ato se për vazhdoj. Bravo, Tara? Unë thëmë vazhdo rrugën edhe pse nësë është e vështirë, çdo gjë bëhet lehtësisht nëse vetëm e vendos mendje në dëshirën. Punon shumë në drejtim. Bravo, Irda? Nëse tash mos më dorëzu kur e ki një ëndër mu bo diqka ose me... Që do me mri diçka njetë, me luftu shumë edhe mos më dorëzu kur. Si kur te? Te ki me luftu shumë edhe për valzimin edhe me u bo dentiste. Bravo. Arisa? Unë kisha thonë që sa do që i kanë ëndrat e mdoja, kur mos më ndalë, sa do të vështira që doken në fillim, se kur gjo nuk është e letë për me mbri njetë, jeta ka shumë sfida për para, kjo është veç fillime.
kur mos më dorëzu edhe me provu me vështirësi mbrihen krejt edhe me mund. Bravo. Di, unë kam dëgju shumë shpesh që vajzat e 5 janë shumë të bukura, edhe me të vërtet, çka, nuk është e vërteta? Jo, s'është e vërtet, po janë të bukura. Janë të bukura, edhe të bukura, jo të bukura. A janë të bukura? Isila, para se me nisë emisionin, tha, oj, të tasar, tha, unë kam pak problem, tha se me gramatik pritoj me folje. Ti shumë mirë folje, mo Isila. Me nxit zotit. Me nxit zotit, pse? Më përshembull, unë nuk ka se jam mësu me fol me gramatik. Po shumë mirë folje. Pa e tregom edhe njëherë që atë rasin me mësuse se shumë qesha. Kur ty thënë mësuse, a keni mësu? Për shembull, mu kur mëset mësusja me dalë më pyet, për shembull krejt nxënës ja bojnë po e dashur mësuse, unë ja bëj po mësuse ko mësu. Edhe që ato për i nati nuk ma qëtë pes. Ja nuk besoj, se mësuset janë korrekt. Për shembull, çka ke marrë në testin e fundit? A ke marrë 5? Po. Matematik, më ndet. Matematik. Po cila lënë të që të pëlqen më shumë ti? Shoqëria dhe edukat fizika. Jo, se ma herët më the gjuhar shqipe, po pa gramatik. Po. Po pse? Pse ja ke marrë noti gramatikës këtë? Diqesh s'di, vallaj. Qa të vjen zënë gramatik? A ma shumë ki qef më shprejnë Jo, është? po për shembull, dësen, për shembull, se i thunë ata unë s'm shkon me thonë qatë sen edhe Ka njëherë për bë nervoz prind që s'po fol me gramatik? Po. Qa po të thonë prind? Mëso me gramatik. Ata për vetë zin gramatik, mëso gramatik. Po nanë prind të shtëpia flasim që na kanë mësu mamë dhe babi jonë. Po ata pse më thojnë mu mëso gramatik, kur për vetë se din gramatik. Po ti mësoj e bilet të shkolla me fol. Se që na dhe në emision kena fol, qësh folim të shtëpia, a kena fol? Po. A u kanë vështirë? U kanë vështirë? Qa ke vështirë? Unë këtë pyetjet pa gramatik ti kumë bo. Po, mirë vishtë mi kishe po me gramatik. Po? Si shë përgjigja? Zdi, e kam shumë në këfërt se më pëlqen. Po bëj hajgare pak se përveç që jeni shumë të bukra, ose që thoni jo peja të bukra, jeni shumë të talentune, unë i kom pa dhe vallëzimet të juja, jeni edhe shumë luftëtare në andrat e juja, jeni edhe shumë inteligente në shkollë. Pak ka rëndësi fjallori, na shqiptarët kemi fjallor gegnisht edhe toskërisht. Toksisht. Ty po të pëlqen gegnishtja është më e lezetshme se edhe për menimin tem, kështu që ti vazhdo me fol gegnishtën e tone, edhe me mësu, edhe me qenje supervaltare. Okej? Po. A po? Po. Mos ma bë rafsh tash. Jo, në s'bëj rafsh. A s'po bën rafsha. Vajza, faleminderit shumë. Mas kësaj bisede, unë po du me po pikën e jujt vallëzimit, edhe unë ju pres në çdo festë që kemi te familja jonë, gjithmonë jeni të mirë të ardhur. Faleminderit për ftesën. Jeni shumë të mira. Faleminderit shumë. Po shkojmë edhe me një pikë tjetër vallëzimit.